Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi këtu në emisionin Sinjal me mua Ermal Peçin për të diskutuar mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh në Durrës. Tashmë Ervin Saliani ka nisur foltoren e vet. Duket sikur PD-ja e Durrësit nuk e zhbendur urdhrave të Flamur Nogës apo sekretarit organizativ dhe duket se ka pasur një pjesëmarrje e cila konsiderohet masive. Tashmë vetë Berisha ditën e sotme ka palajmëruar që në momentet e para që demokratët apo të paktën ka dalë publike mesazhe nga kryetarët e degëve të Partisë Demokratike që të bojkotonin këtë takim. Vetë Berisha ka palajmëruar që në momentin e parë që do duhet në fakt ankesat apo shqetësimet të pasqyrohen aty ku është institucioni, pra Partia Demokratike. Por me sa duket edhe Ali Mehmeti, edhe Saliani ditën e sotme kanë zgjedhur të jenë në Durrës, kanë zgjedhur të diskutojnë dhe të flasin me demokratët, ndërkohë që ngjarja po ndodh, ne do të jemi këtu në studio së bashku me avokaten Alesia Balliu për të diskutuar në fakt mbi ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit. Alesia, kënaqësi. Faleminderit për ftesën, Armand. Alesia, po e nisim me njëherë si e pe pjesëmarrjen sot në dëgjimore, se nuk i kanë vënë akoma emër, dikush i thot foltore, dikush i thot dëgjimore dhe ne akoma nuk dim si t'i drejtohemi. Si e ke parë këtë nisëm që bëhet nga Ervin Saliani, Aulon Kalaja dhe Ilir Ali Mehmeti, paktën këta janë personat kryesorë? Kauza është e drejtë, Ermal. Kauza është e drejtë pasi është i vetmi instrument që ato kanë mundur të dëgjojnë demokratët, të dëgjojnë bazën, të dëgjojnë të pakënaqësurit në një mungesë totale koherence të leadershipit aktual Sali Berisha dhe në mungesë totale të mbledhjes Këshillit Kombëtar ku demokratët kenë të drejtën e tyre për të shfaqur dhe për të shprehur ankesat, shqetësimet apo qoftë edhe diskutimet se si kjo forcë politike do të vijojë dhe nismat që do të ndërmarrë. Duke pasur këtë lloj barikade, duke pasur këtë lloj bunkeri që Berisha ka bërë me strukturat e Partisë Demokratike dhe me mungesën e lirisë të shprehurit, pa diskutim që disa çuna të rinj kontributorë në Partinë Demokratike do ndërmarrin hapat që të afrohen me bazën, të afrohen me demokratët, të dëgjojnë për shqetësimet e tyre dhe pa diskutim të gjejnë rrugën e përbashkët se si Partia Demokratike nesër të bëhet alternativë qeverisë. Dhe pse në opinionin tim Ermal personal që PD-ja nesër të jetë parti qeverise ka një kusht sot që është pa diskutim ndryshimi i leadershipit. Dhe ky është kushti vetëm për rotacion. Nuk ndodh rotacioni përsa krye Partisë Demokratike është Sali Berisha, i cili dua ta rikujtoj që ka humbur 2 herë përballë qeverisë krimit, në 2013 dhe në 2025, ku e ka ta ndisi më keq nga Çela kur e mori nga Basha në 2021. Se dhe kjo duhet theksuar. Kështu që kauza e tyre është e drejtë, kauza e tyre është për dëgjim, kauza e tyre është për zgjidhje, kauza e tyre vjen si pasojë e bunkerit Berishës, si pasojë e mosmbledhjes në 8 muaj të Këshillit Kombëtar, si mungesë analizës zgjedhjes për farsën zgjedhore, si mungesë analizës pra për humbjen lokale dhe të hyrit në garë me një kandidat pavarur, duke marrë gjithë këto argumente që sapo përmenda, ato kanë marrë një nisëm shumë të bukur për të dëgjuar demokratët dhe për të dhënë një mesazh ndryshe se si kjo parti mund të vijë në pushtet dhe ka frym, ka shpresë, ka rini, ka njerëz cilët sot janë bashkuar këtyre 3 çunave të rinj në këtë nisëm që kanë marrur në të mirën e Partisë Demokratike, në riformimin e Partisë Demokratike dhe pa diskutim pse jo të bërit ndryshe gjërat nga ato që kanë qenë deri tani në Partinë Demokratike, që kanë qenë në urdhrat e leadershipit dhe të madhështorëve në Kabokshi. Ditën e sotme, Alesia, ka ardhur një mesazh tek PD-ja e Durrësit që distanconi nga takimi i Salianit. Me kjo qeverisë është e pritshme. Si do i thot ai? E keni parë të trembur Berishën dhe ai distancoi kur doli nga burgu. E përcolli në burg si hero, kur doli nga burgu e braktisi. E braktisi, po patjetër, a e përcollën si hero i nderuar gazetar. Po, si hero, e përcollën. Kur doli nga burgu e braktisën, si mendon ti që ai nuk do t'i çonte tani SMS të gjithë strukturave për ta ribraktisur. Ai mesazhin e dha që kur doli Saliani nga burgu.
që kur doli nga burgu ai distancoi, sepse Berisha e ka treguar me kohën që kjo parti është prona e tij private. Dhe ai thot kjo është prona ime, këtu jam unë pronar dhe këtu vendos unë. Nuk mund të bëj dikush tjetër me mendjen e vet pa marrë aprovimin tim. Dhe pa diskutim që do ta distanconte, kjo nuk është risi. Në fakt, mesazhi i çuar nga Berisha për mua nuk përbën risi ndaj strukturave. Alesia, si e shikon që edhe në këto momente, edhe gjatë fjalimet që kanë pasur, edhe Ali Mehmeti, po dhe ish kryetari i Forumit Rinor, kanë thënë që ne nuk po kërkojmë koka turku, po kërkojmë të bisedojmë me demokratët. E ndjejnë frikën përsëri edhe pse kanë dalë në një foltore paralel me zotin Berisha, e ndjejnë frikën e zotit Berisha, ky grupim i ri, dhe pse nuk artikulojnë qartazi, si që artikulohesh ti në media që thua këtu janë problemet e Partisë Demokratike. Ato janë artikuluar, në ndjenin time doktore e ka shprehur që unë kam kërkuar këto shqetësime ti ushtroj tek mbledhja e Këshillit Kombëtar. Nuk është faji doktorit që Berisha ka 8 muaj që nuk bën një mbledhje të Këshillit Kombëtar. Berisha kërkon që të respektohet partia, forumi, statuti Neni. Pse nuk e respekton Berisha dhe kërkon respektimin e statutit e forumeve e Nenit nga Saljani, kur ai vet nuk e respekton duke dhënë dorëheqjen si humsi zgjedhjeve të 11 majit? Kjo është pyetja ime për ty, po dhe për gjithë publikun normal që është duke na ndjekur. Berisha sot po thot, kjo lëvizje thot, nuk ka lidhje me demokratët, PD-ja ka forume, ka statut, ka institucion. Kur kryetari vet nuk e respekton institucionin, pse duhet ta respektoj zoti Saljani, doktori Auloni? Sepse Berisha mendon në këtë formë, Alesia, thot këta erdhën tek unë. Berisha thot, këta erdhën tek unë. Kjo vepron vetëm për veten e tij, për tjerët nuk quhet. Sipas Berishës, po nuk është institucioni kështu. Nuk është Neni i partisë kështu. Kështu që në këtë kontekst ato po ndjekin shembullin e kryetarit, kështu që kryetari nuk ka pse ankohet në këtë rast. Nuk ka pse ankohet, por ata po shkojnë për t'i marrë pozicionin Berishës. Shikon të mundshme Alesia që Saljani t'i marri kreun e PD-s Sali Berishës, apo po lufton për një vend të dytë aty, nuk ka synim. Atëherë unë uroj që kjo të jetë një nisëm serioze zotit Saljani. Në rast të dytë nuk është problemi kush do ta marri Partinë Demokratike. Që Partia Demokratike të vinë pushtet dhe që të ndodhi rotacioni në Shqipëri, kusht kryesor është pa diskutim ndryshimi i leadershipit Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës. Në moment që kjo gjë nuk ndodh, pa diskutim në Shqipëri ka fituar autokracia dhe jo demokracia. Kam fituar ofiqet qokat dhe jo gara. Dhe pa diskutim Berisha do mbajt pa votuarit e popullit dhe pa diskutim ato që do populli do rinë jashtë parlamentit dhe nuk do ta ndjejnë veten demokratët përfaqësuar siç nuk e ndjejnë sot. Që në atë parlament, sot janë vetëm besnikët dhe janë 40 rrogtarët e Berishës, cilët marrin nga një vetë dhe bëjnë 200 veta tek protesta qesharake, që Tauland Balla e komenton çdo të ëngë. Ktu ka arritur niveli i Partisë Demokratike. Prandaj është i rëndësishëm debati, është i rëndësishëm pa diskutim ndryshimi, është i rëndësishëm riformimi dhe figurat e reja. Nuk mund të ecë më PD-ja me figurat kalbura, me figurat cilat kanë dështuar, me figurat të cilat nuk i do populli. Sepse politika kjo është thjesht i zgjedhur i popullit. Në moment që ti nuk je i zgjedhur i popullit, Alesia, ti nuk je çfarë përfaqëson. Alesia, fakti që këta që kandidojnë aty nuk janë të zgjedhur nga demokratët, po janë të tjerë kandidatë. Ja u bën më të vështirë këtë betejë? Jo, më kjo betejë është më e lehtë për ato, sepse 40 rrogtarët nuk mund të bëjnë ndryshimin. Ato marrin 4 milion lekë në muaj dhe janë terezi. Për ato nuk është shqetësim, sepse ato nuk kanë barë mbi supe. Do të thuash Alesia që do të thuash me këto, nuk kanë barë me qytetarët ata, me popullin, sa ato janë të zgjedhurit e Berishës. Barën me popullin e ka pa diskutim kryetari i Partisë Demokratike. Këto janë 40 rrogtarët e tij. Pastaj votat e popullit i kanë marrë individ tjerë si doktori Liri në Tiranë dhe u fyri Çuni Fariut. Çfarë përgjegjësie mund të ketë Çuni Fariut për popullin, kur ai është i pavotuar i popullit? Pa i pa diskutim, thot zoti është Sali Berisha dhe unë besoj te zoti quhet Sali, thot. Tani në këto nivele ka arritur sot Partia Demokratike. Dhe është qesharake. Dhe prandaj Partia Demokratike kusht me njëhershëm për rotacionin ka pa diskutim ndryshimin e leadershipit. Dhe këtë e kërkon koha, këtë e kërkon pa diskutim politika dhe Sali Berisha është shembulli më i keq i një tranzicionit pafund, 35 vjeçar. Alesia,
në këtë momente doa të analizojmë dhe pak fjalimin e Salianit. Ka thënë duhet bëhemi bashkë për të mundur Edi Ramën dhe ka thënë ndër të tjera që Partia Demokratike duhet jetë një parti e hapur. A e mundot Ervin Saliani Edi Ramën pa mundur Sali Berisha? Se ka dalë aty dhe tashmë Partia Tani unë këtë deklarate Demokratike... kam thënë dhe para 4 muajsh që të mundi Edi Ramën, zoti Saliani duhet mundi Sali Berishën. Nuk mund të mundësh Edi Ramën pa mundur Sali Berishën. Qofse demokratët duan një garë reale, atëherë ai nuk duhet pretendoj që posti të jepet si që dha Lulbashës, por duhet ta mundi dhe ta fitoj me votë. Me votën e demokratëve, me një garë të ndershme dhe pa diskutim që t'jetë një listë, jo si lista që jep Berisha kur ka zgjedhje, po t'jetë një listë reale, t'jetë një garë reale dhe të fitoj pa diskutim personazhi i cili do duan demokratët që ta udhëheqin betejë. Unë nuk mendoj që sot demokratët duan që Sali Berisha t'jetë e ardhmja e tyre dhe nuk mund ta pranoj dot që demokratët sot mendojnë që Sali Berisha është ardhmja e tyre. Pasi sot Sali Berisha përfaqëson vetëm humbjen dhe vetëm mashtrimin në Partinë Demokratike. Dhe kjo gjë u vërtetua qartazi me foltoren, me gjithë premtimet që bëri dhe që nuk mbajti asnjë premtim. Kështu që unë nuk mendoj që ka më demokratë që frymëzohen nga Sali Berisha sot. Alesja, ju thoni nuk ka demokrat që frymëzohen nga Sali Berisha. Ne dije pam në degën 9 foltoren që kishte demokrat. Pati dhe një përplasje aty mes demokratëve. Në anën tjetër do doja të komentonin pak edhe zhvillime në Kamës. Flamur Noka veproi me dorë të ekur të përjashtoi një zonjë cila ishte kontradiktorë. Aty mbërja reagimi zonjës Vokshi, e cila një femër nuk mbrojti një femër. Një kryetare grua e cili nuk reagoi për të mbrojtur drejtat e një zonje. Po mase nuk reagon dot përballë Flamur Nokës. Përjashtimi nuk është zgjidhje, përjashtimi është për figura dobta, për njerëz dobët cilët duan ta tregojnë forcën publike duke përjashtuar dikë vetëm se mendon ndryshe. Kjo është arsyeja se Partia Demokratike është në opozitë, sepse ka pa diskutim në elitën e saj personazhe si Flamur Noka me Albana Vokshin, si personazhe të cilët nuk e pranojnë mendimin ndryshe, si personazhe të cilët nuk e duan garën, janë personazhe të cilët po t'i dalësh kundra, ato personazhe marrin direkt nisma të përjashtimit. Nuk ka ndodhur vetëm me zonjën, ka ndodhur edhe në Elbasan, rasti konkret është shuar një shkresë në djeninë time, me sa më kanë informuar për përjashtimin tim të zonjës Doris Madhi dhe të zonjës Zheni Gjergji nga partia, nga zoti Noka. Ju kanë përjashtuar nga partia? Me një shkresë tani të Flamur Nokës, po ne demokrat nuk na bën Flamur Noka. Ka ardhur në antarësimit në Partinë Demokratike, nuk na e ka dhënë zoti Noka. Kontributin prej shumë vitesh në Partinë Demokratike, prap nuk na e ka dhënë zoti Noka. Mua, demokrate, nuk më bën Flamur Noka, përjashtimi nga partia pa diskutim që nuk më vjen nga Flamur Noka. Alesja, më ngacmove pak tani. Se unë e di që gjatë gjithë kohës ju keni një aktivizëm në Partinë Demokratike. Tani, pse ju mbani qëndrime ndryshe dhe ju keni sakrifikuar pa fund për të parti? Flamur Noka ka vepruar me dorë të ekur dhe ju ka përjashtuar? Tani, në djeninë time, me informacionet që kam, jo vetëm mua, antaren e Këshillit Bashkiak, zonjën Doris Madhi, zonjën Zheni Gjergji, pa diskutim që në momentin që del kundra ose ke një opinion ndryshe, parti të përjashton. Sepse ka një madhështor si Noka, sekretar të përgjithshëm dhe prandaj Partia Demokratike është këtu ku është sot. Lesjan, që se vazhdojmë në këto... Ndoshta e ka marrë dhe si hap para prakna që ka pasur frikë nga kandidimi im për kryetare të Partisë Demokratike dhe ka thënë që një ndër kriteret që mos garoj pa diskutim është ta përjashtoj nga partia. Mendon që Saliani do t'i bashkohen figura tjera të Partisë Demokratike sepse takimi apo kafja e parë. Tani nëse ti pretendon të bashkohen deputetët aktual Partisë Demokratike, mos shif ëndra me sy hapur. Gjemal Gjungshi për shembull siç as deputet u vajti në kafe mori postin. Mund të ndodhi kjo për shembull? Në opozit nuk është çështje ofiqe, sepse opozitar të tregojnë aksionet, nuk të tregon posti. Posti është kur jenë qeveri. Pa diskutim që ndryshojnë pozicionet edhe t'jep tjetër figurë, tjetër impostim dhe t'jep tjetër rëndësi. Në opozit e ritheksoj nuk të bën pozicioni opozitar, por aksione.
Alesja, shikon që do të ketë një përballje të fortë të Saljanit me Gazmet Bardhin, me Flamur Nokën, me Belind Këlliçi në këto momente? Unë mendoj që një përballje e Saljanit me figura të nderuara si zoti Këlliçi dhe si zoti Bardhi do i bënte mirë Partisë Demokratike. Mua nuk do më pëlqente një përballje e zotit Saljani me elitën e vjetër që është Berisha Noka Vokshi. Po nëse do kishte një garë midis tre djemve të rinj, pa diskutim që do ishte në të mirën e Partisë Demokratike, do kishte zhvillim, do kishte progres dhe pa diskutim fitonte më i miri. Unë këtë garë kam kërkuar dhe pa diskutim do garoja dhe vetë. Në kontekst dhe ta zgjidhnin demokratët në bazë platformës alternativën më të mirë. Por, sa kohë Sali Berisha nuk respekton atë që sot artikuloi, institucionin, statutin, forumin, rregullin, duhet ta filloj me veten, t'japi dorëshet parivokueshme dhe mos të rigaroj duke respektuar Nenin Basha dhe institucionin e Partisë Demokratike. Pastaj flasim për garën dhe pa diskutim zoti Këlliçi ka bërë kauza shumë të forta për Partinë Demokratike, do ishte një kandidaturë e shkëlqyer, një kandidaturë e cila do mirëpriteshe në opinionin tim nga demokratët dhe pa diskutim që gara do t'i sillte zhvillim dhe debati me argument Partisë Demokratike për ta bërë më të hapur, më të bashkuar dhe më të fortë. Por jo duke qenë Berisha pjesë e garës, sepse duke qenë Berisha pjesë e garës, ne nuk respektojmë PD-n, ne nuk respektojmë institucionin e PD-s, ne shkelim statutin dhe ne japim dhe i shembull gabuar për të thënë që këtu ekziston vetëm Berisha dhe përtej tij nuk ka tjetër. Alesja, për te ti nuk ka tjetër ose do të ketë këtë ne nuk e dim, por unë t'i them këtë gjë. Në atë se çfarë po ndodh, pasi Flamur Noka ka përjashtuar demokraten nga Kamza, në anën tjetër Juve dhe zonjën Doris Madhi, e ndjeni që Flamur Noka mund të vazhdojë kështu edhe me Saljanin dhe kujdoj që i bashkohet në takim Saljani, sa e shikon të mundshme që Berisha dhe Flamur Noka të veprojnë me dorë të ekurtë? Tani, Berisha, pa diskutim që ka vepruar me dorë të ekurtë, edhe kur bëri listën e kandidatëve për deputet, cilët ishin pa diskutim humbësit madhështor të fushatës 11 majit, kështu që mua nuk do më habiste. Mua pa diskutim në këto momente më intereson lëvizja e Saljanit, por mbi të gjitha e të gjithë demokratëve cilët duan ndryshimin e Partisë Demokratike dhe duan të mirën e Partisë Demokratike. Çdo kush i cili jep kontributin e dhe mendon ndryshe për të mirën e Partisë Demokratike, thjesht ngri një frymë të re dhe pa diskutim që jep shpresë për mira demokratë cilët kanë sakrifikuar ndër vite për Partinë Demokratike. Në këto zhvillime, duket sikur kjo përplasje dytë midis foltore, po të them, duket sikur po lëmë njanë Partinë Socialiste. A e ka hequr vëmendjen PD-ja fare nga problematikat që ka PS-ja? Si e shikon këtë gjë? Unë mendoj që Partia Demokratike nuk mund të shohi problemin të kundërshtari pas zgjidhur problemin real që ka brenda saj. Dhe pa diskutim, ky problem ka nisur që mbas humbjes 11 majit, që kur nuk u bë analiza zgjedhjeve, që kur humbëm zgjedhjet lokale, që kur leadershipi nuk jep dorëheqjen dhe mban partin peng, e trajton partin si pronë private dhe personale. Dhe pa diskutim, pa u trajtuar këto tema, nuk ke se si i bën ballë kundërshtarit. Ti duhet pranosh vërtetat e tua, duhet kesh një PD solide, duhet kesh një PD të fortë dhe pa diskutim kundërshtari në opinionin tim mundet për 2 javë, sepse me gjithë skandale që kanë ministrat edhe personat rëndësishëm afër kabinetit Rama, Partia Demokratike me 15 ditë do ishte në pushtet duke bërë protesta madhështore që popullit i bashkoheshe. Por pa diskutim problemi është e PD-ja, problemi është që leadershipi do ta mbaj peng Partinë Demokratike dhe përsa kohë kjo situatë vazhdon, aq më shumë favorizohet Rama, pushteti dhe në fund të ditës të vetmet që paguajnë pasojat për gjithë këtë histori janë vetëm demokratët. Në këtë situatë, Alesja, përgjigja që mund t'japi Berisha si e shikon? Ai e dha sot përgjigjen. Ai e dha sot përgjigjen. Përgjigja ishte e qartë, ai tha Saljanit kjo është prona ime, çdo takim që bën ti e ke personal dhe nuk është takim
për Partinë Demokratike dhe i Demokratëve, duke i treguar që ti nuk përfaqëson gjë në PD dhe ti nuk ke as statusin për çfarë ti thrasësh demokratët. Kështu lexohet mesazhi, ai e distancoi atë nga strukturat e PD-s dhe pa diskutim ai i dha dhe mesazhin e qartë që ka vetëm një foltore që është foltoria e tij. Që kjo parti vepron në rregulla që ky nuk i zbaton vetë dhe pa diskutim ka dëshirë vetëm që këto rregulla të aplikohen tek Saliani, tek Alesja, tek tjetri, tek çdo kush që thot vërtetën apo ka një mendim ndryshe, sepse rregullat janë për gjithë të tjerët përveç se për Berishën vet. Rregullat janë për gjithë të tjerët. Ditën e sotme në Mund Spau Alesja, ish deputeti i Partisë Demokratike, ka reaguar haptazi. Nuk e kam ndjekur çfarë ka qenë deklarata e zotit Spau, se nuk e kam parë. Do t'ja u them unë me pak fjalë. Me pak fjalë deklarata e zotit Spau ishte që tashmë kompromiset që bëre me Salianin që e fale si tradhtar dhe doja na e bëjë edhe kryetar grupi parlamentar, tashmë po paguan pasojat e vendimarrjes. Ke afruar pranë vetes një njeri i cili nuk mban asnjë përgjegjësi për qëndrimet që bën. Ajo që unë duhet të pyes ty lidhet me faktin që a do shikosh apo është e mundshme që Partia Demokratike të shkojë gjatë një përplasje tjetër të ashpër? Mund të ndodhi kjo gjë? Po pa diskutim që Partia Demokratike duhet shkojë drejt një gare të hapur, jo drejt një përplasje. Përplasjen e zhvillojnë vetëm individët cilët duan ta mbajnë PD-n me forcë, dhe këtu është rasti konkret i Sali Berishës. Rasti konkret i Sali Berishës për ta mbajtur PD-n me forcë. Po patjetër. Ai thot hajdeni, votoni, provojeni. Po pra, po t'japi dorëheqjen dhe mos rigaroj. Po t'japi dorëheqjen. Po sepse thot neni ora, po thot respektoni rregullat, kjo parti si funksionon ka me respektuar rregulla. në një rregull, Po atëherë pse duhet i respektojnë të tjerët? Po ai është kryetari. Atëherë pse është një kryetar i cili ka humbur. Është një kryetar që vuri Nenin Basha, është një kryetar që sot bën thirrje që kjo parti funksionon me nen, me statut, me forum, ta respektoj të vetja dhe pa diskutim të e thoja dhe unë këtu në studio, duhet ta respektoj dhe zoti Saliani dhe unë dhe çdo kush tjetër. Shembulli vjen nga vetja. Pastaj tek militantët, tek funksionarët dhe tek populli. Por vjen te vetja. Tani zoti Saliani kur e shikon që ky nuk respekton nenin, t'japi dorëheqjen dhe mos rigaroj, pse duhet zoti Saliani të respektoj nenin e Sali Berishës? Sepse zoti Saliani ka kuptuar që ky nen funksionon vetëm për interesin personal të Sali Berishës, të familjes vet, për ta trajtuar Partinë Demokratike si prom private dhe personale. Alesja, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ka edhe njerëz cilët na komentojnë dhe na shkruajnë dhe na thonë që Alesja duhet kandidoj për kreun e PD-s. Unë do garoj për kreun e PD-s. Po ty nuk të lënë, kam përjashtuar tani. Po me kam mund të përjashtuar, unë do ta çoj, zyrtarisht do ta çoj, do bëj detyrën time dhe do mbaj fjalën time për gjithë qytetarët dhe për gjithë demokratët që më ndjekin dhe besojnë tek unë. Tani se po bëheni shumë vetë aty që kërkoni kreun e PD-s, tani se një kolltuk është ai. Po s'ka problem, gara është zhvillim, ta fitojnë më i miri, ta fitojnë ato që do duan demokratët. Nuk ka asnjë problem, mund të bësh gara, nuk është e rëndësishme ti fitosh gjitha me patjetër, po ti mund t'japësh një platformë, mund t'japësh një shpresë, mund t'japësh një zë ndryshe dhe pa diskutim t'jep një shembull. Nuk është e rëndësishme gjithmonë të fitosh. Por e rëndësishme është që ti t'japësh kontributin tënd në mënyrën më të mirë të mundshme për të ardhmen e vendit. Një koment do doja, Ervin Saliani ka thënë Partia Demokratike është e paaftë të nxjerrë qytetarët në kutinë e votimit. Ndan të njëjtin. Po pa diskutim, se si që unë kam një pyetje Ermal dhe këtë dua ta komentoj pak me ty dhe po dhe me gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur për momentin. Si ka mundësi që Saliani, Auloni, Iliri arrin të mbledhin njerëz, edhe Berisha deri diku, nuk po ja heq këtë atribut, por deputetët e zgjedhur nga Sali Berisha nuk arrin mbledhin dot 2 vet. Si ka mundësi që 40 rrogtarët e kanë shumë të pamundur të mbledhin njerëz, qoftë për protestë, qoftë për kafe, dhe shqetësimin e shohin tek Ervini që e ka këtë aftësi, tek Auloni, tek Iliri. Se s'po them për Berishën, se dje bërja të foltore, njerëzit i shkojnë dhe për shkak se ka qenë lideri historik i zgjatës dhe ka një kontribut pa mohueshëm Partinë Demokratike dhe pa diskutim që njerëzit i mblidhen. Po si ka mundësi funksionarëve më të lartë Partisë Demokratike nuk i mblidhen njerëz? Si ka mundësi deputetëve të Sali Berishës nuk i shkojnë 2 vet? Ktu duhet ta analizoni ju problemin.
Ky është problemi që kanë 40 roktarët me votuarit e popullit. Sepse ata nuk e kanë problem të mbledhin demokratët. Dhe zoti Saliani sot e vërtetoi me mitingun madhështor që bëri në Durrës. Si Berisha takimet. Takimet pa diskutim që ishte një takim... Kur e thoni madhështor? Jo, madhështor në kontekstin që ishin shumë demokratë cilët duan ndryshimin. Duan fitorin e Partisë Demokratike. Se për madhështor aty, Flamurnoka nuk ja kalon njëri, është më madhështorëve. Flamurnoka... Nuk ja ishim atë status. Jo, atë status... Ai vetëm ju përjashton, pavarësisht që statusi vini, po kur vjen përjashtimi nga Flamuri është kompliment Ermal për mua dhe për gjithë zonjat edhe gjithë kontributorët e Partisë Demokratike. Alesja, e shikoni Partinë Demokratike të trembur nga veprimet që mund të bëj SPAK në ditën në vazhdim? Unë që SPAK-u të veproj, sidomos ndaj zotit Noka dhe ndaj çështjeve cilat kam futur hundët me punët e shtetit dhe kam favorizuar familjarë në mënyrë të palishme. Por nuk dua të shprehem Ermal, për sa kohë nuk është shprehur drejtësia. Në moment që do shpreh drejtësia, do keni edhe qëndrimin tim publik në rrjetet e mia sociale, po pa diskutim që besoj do jem edhe këtu prapë me ju që ta bashkëndaj. Por që duke parë që kam lexuar në media e referohem, pa diskutim që mendoj që çdo kush cili ka bërë shpërdorim detyre, pa diskutim që vendin e ka në burg. Lesja, në këtë panoram, Partia Socialiste është pak e hallakatur pak si shumëse. Ka gjithë ata deputet, ka disa ministra cilët janë pasekurave, ca tjerë presin radhën për të qenë pasekurave. Vetë në këtë situatë politike dhe në këtë situatë e cila është shumë e paqartë. Çfarë pritet të ndodhë? Do të shikoni një përplasje të fortë midis PS-s dhe PD-s, apo Rama do sodisi tani foltoren që përplaset me dëgjimoren? Apo do e sciperojnë këtë moment demokratët dhe do bëhen bashkë kundër Ramës? Çfarë mendoni? Unë nuk mendoj që është një moment që ka favorizim Partia Demokratike. Madje përkundrazi e shoh Partinë Demokratike në një situatë shumë jo të mirë, shumë jo të duhur dhe as pa konkurruese Ermal për Partinë Socialiste, për hir të vërtetës. Për mos skandaleve që Rama ka dhe për mos të gjithë ministrave që ai i ka mbasekurave, kryetarit bashkisë që e ka në burg, Partia Demokratike nuk arrin të jetë më e fortë, nuk arrin të jetë më e hapur. Do thuash ku bazohesh Alesja, po e shoh te deklaratat e Berishës dhe te sulmi që ai bëri sot Salianit, duke cilësuar çdo zë kundra që nuk kanë lidhje me institucionin e Partisë Demokratike. Unë këtë nuk e shoh bashkuese, po këtë e shoh pa diskutim, një formë mesazhi, nuk do doja të thoja një formë kërcënimi, por një formë në cilin ai tregon Saliani që ky është territori im dhe pa diskutim që nuk ka vend për figura të reja. Dhe nuk e shoh Partinë Demokratike që mund të bëhet e bashkuar dhe e fortë ndaj Ramës, për sa kohë Sali Berisha nuk pranon ndryshimin, për sa kohë Sali Berisha nuk jep dorëheqjen, për sa kohë Sali Berisha do që ta mbaj peng. Kështu që në këtë kontekst, unë mendoj që për sa kohë është Berisha, aq më i sigurt është Rama. E kam thënë këtë më përpara, e rikthem sërish. Nuk e shoh konkurrues, e shoh jo në gjendjen shumë të keqe sot Partia Demokratike. Në këtë gjendje shumë të keqe. Urojmë që Partia Demokratike të vitalizohet, se u bëm çorap dies. Dhe të kthehet me një energji që shumë kush e ka pritur. Në sytë e mi, Alesja, kjo lëvizje apo kjo kafe, thash dhe që parë, do e them dhe son dark, kur jam i ftuar, është pa të ardhme. Por, do ta tregoj koha më shumë se sa opinioni im. Unë të falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishe pjesë e kësaj bisede. Faleminderit ty. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndoq live këtu në Antena Televizion, duke falenderuar secilin prej jush që komenton, bën subscribe dhe regjistrohet. Mos u largoni nga Antena Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim dhe natën e mirë.